Cili ka qenë momenti më i vështirë për ty, Nimet, personal? Atëherë, momenti më i vështirë Apo momenti shëndetësor? ka qenë shëndetësori. Shëndetësor, ja? Se merdhi krejt e po pritun, unë atë natë kishe diçka me dërzu mjes, kam qenë dhe 12 sate të punu në diçka. As si problem. Sa kohë para ndodhi? 5 vjetë. Para 5 viteve. 5 vjetë, po. Edhe rësh me fjetë krejt pra ju. Mjes 7 sate u qova, shkova falë për shpejnë dhe në banjo, shaforën të here. Atë që po shtërinë më pak. 7 po qerek, në 8 po 10 kam kënë spital. Ka që ka qenë gjitha ja. Vetëm ka që të mban mend ti nga... Ja, unë e moj mend komplet. E mban mend gjitha? Edhe i thëm vetë nuk jam mirë. As nuk përdori alkool, as nuk përdori cingore që kam pikur. Ndonjë familje që mund të kishte qenë? Asnjë. Asnjë. Atëherë, plakën e kam pas, por Si të gjithë më shumët. e kanë nga një. do të vinë besnia, ke parasysh. Por unë s'kam pas, edhe ku ishë në spital që më banin analizat, gjithë më dolin mirë që ka nëllë me ty, me që të ka gjithë. Me gjithë atë e falë Zotit, jam mirë. Kështu që Kaloj çdo gjë. e kaloj aty, jesh. Pa ndonjë ndërhyrje, nuk u desh Ja, asnjë ja, ndërhyrje? si, si. Asgjë, asgjë. Dorën e kishe pak kështu, si tush gotën ujë smushë me mojnë dorë, me kalimin e kohës, ardhe, kamën pak ashtu, po, mirë. Jo, tani më dukesh top. Mirë jam, mirë. Tani më dukesh në formë. Por, atëherë kam pas gjë se kam qenë shumë i shnosht, kam qenë më i shnosht, kurse tash më i kam dietë me sjell. Jo në dietazh çdo gjë nuk kam se kam, por kam bën një regjim, pa në 8 mesit edhe në 6 ditës edhe në. Dhe pastaj e mbyll gjithë ditën? Po. Dark pastaj në frut, në pas në gjë. Kjo gjë ndryshoi nga jeta jote? Po. Nga e mëparshme? Po. Vërtet, Ma a? vanë në shumë komplet. Vazhdimisht bëj analiza edhe ndoli mirë. Po mendësia për të jetuar ndryshon? Nimet? Atëherë, me thënë drejtën kur prek nga herë atë fundin, Po. ke parasysh thu çka kam lënë diçka pa realizu. Që tush në pishmën në gjë, ke parasysh edhe Po, munduhet robi që çdo ditë që shef me bëj diçka ndryshe prej ditës tjetër, që me mujt me realizu të paktën atë pjesë ndoshta më thoj zot mungën, ke parasysh. Po. Edhe ajo pjesë është më tepër për kushtimin e familjes, në kalama në fjallë, si po shkojnë me punë, si po shkojnë me shkollë, e ke parasysh. Edhe kjo është ajo pjesa që se tush na mundën më shumë. Se nga që si gjë nuk më shkote në mend më tepër se çunat ishin rrit, kishe hajën e gocë sepse ishte vogël. E thoshe ku më gjeti kja punë mësët. Edhe i lushë Zotit i thoshe më çallë herë në kom që të paktën kësaj t'ja arri. Kështu që faleminderit Zotit jam mirë. Kjo ishte gjëja më e mirë. Kjo ishte. Edhe besojmë. Beson? Absolutisht. Beson, Zot. Besoj. Megjithëse me qenë vendin e Ja, a dhe se është i punë. Na si familje kena më njerë me në shehi. Edhe shehin janë dervisht, janë Po, bektashi. dhe më bëri në fakt për shtypje, doja të të pyesja në fillim, po nga bisedat Po. na Edhe prandaj kena marrë mirë me në shehi, sepse jo gjyshi, po gjyshi i babës ka kanë shehi Shkodrës. Kështu si kanë marrë mirë me në shehi. Dhe familjen e kena pas vazhdimisht që e kanë njek, nuk është se jam praktikant, por besoj Zot. beson. Bile Kena në tyrben të ura Baqalleku. të ura Baqalleku. Të ura Baqalleku. Atë tyrben aty, atë kupolin e shile, aty. E fjallë, familja e ma sa i bën 300 sa vjetë që i bën shërbim. Oh, pra familjarisht ju keni qenë të lidhur me Absolutisht, po. Por këtu ka i gjatë, sepse me tonë drejtën në kohën e Munizmit asë nuk e qoshëm në përmend, se e kishe gjyshën në shtëpi, po nuk në thot as i gjatë, se tush në raport me fenë, sepse ishim se tush survejum, gati për me gjetë një diçka për mu kapa, ke parasysh, edhe ishin shumë kujdeshëm në raport me këtë. Edhe na u rrit me po atë lloj si tush mentalitetit. Por gjyshe jeme, pastra me thoti shprejhet bukur. Shka një bari, edhe i thet, hoxhe Efendi i thet, du me ju lut Zotit, thet, po s'di si me ju lut. I thet, a je lut deri tashi? Po i thet, jam lut. A që i ki kërku Zotit? I kam thonë, o Zot, më jep një dash edhe i dele. I thet, vazhda lutu kështu, thet që je në rregull. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.